SBA ul mbi 80% tarifën për heqjen dorë nga shtetësia amerikane. Administrata Donald Trump ka vendosur të ulë ndjeshëm tarifën për qytetarët që duan të heqin dorë nga shtetësia amerikane, duke reduktuar atë me mbi 80%. Duke nisur nga 12 prilli, kostoja për këtë procedurë bie nga $2.350 në vetëm $450, një shumë që madje rezulton më ulës së shpenzimet reale që ka qeveria për përpunimin e kërkesave. Në këtë vendim, administrata përmbush një premtim të bërë vite më parë për heqjen e një tarife të vendosur në vitin 2015 dhe të konsideruar jo popullore. Ndërkohë, numri i aplikimeve për marrjen e certifikatës së humbjes së shtetësisë amerikane është rritur ndjeshëm, sipas Internal Revenue Service, vetëm nga viti 2024 janë regjistruar 4.820 kërkesa, shifra e tretë më e lartë historikisht. Një nga faktorët kryesorë që lidhet me këtë konsiderohet zgjedhja e Trumpit në vitin 2017, megjithatë, siç vëren The Guardian, shumë amerikanë që jetojnë jashtë vendit po përballen me lodhje nga rregullat komplekse tatimore. Mes personave të njohur që kanë hequr dorë nga shtetësia amerikane dhe ish-kryeministët britanik Boris Johnson dhe Rishi Sunak, përkatësisht në vitet 2016 dhe 2021.